Të dielën e palmave, Rusia vrau paqen. Zonja dhe zotëri, mirë se vini në ditarin ndërkombëtar. Vladimir Putin ka nisur ofensivën pranverore kundër Ukrainës, duke lëshuar me qindra dronë, raketa dhe sulme me armë të ndryshme. Një lëvizje kjo që është konsideruar nga e mbar bota si një shenjë e qartë që Rusia nuk dëshiron paqe, por të shfaros Ukrainën nga faqja e dheut. Rajoni Sumi ishte më i prekuri pasi 2 raketa balistike në një zonë shumë të populluar vran 35 persona mes tyre dhe fëmijë. Si dhe plagosën me qindra të tjerë, kjo solli edhe një herë frikën në mbar Ukrainën se tashmë edhe civilët nuk janë të sigurt. Për presidentin Zelenski, masakra në Sumi duhet i hapë syt administratës amerikane dhe ftoi Donald Trumpin për një vizitë në vendin e prekur nga lufta. Për Rusin, bombardimi nuk ishte kundër civilëve, por pretendon se në shënjestër kishte ushtarak që përmbanin një mbledhje zyrtarësh. Për më tepër, shtimi i sulmeve ruse kundër Ukrainës vjen në një kohë kur Amerika ka intensifikuar përpjekjet për të vulosur një marrëveshje paqeje, por pyetja që shtrohet natyrshëm është: a është vrar ajo nga raketat e Putinit? Алло, пап, возле кафе-бар на перекрестке. Ай, бабуль, быстрее, пожалуйста. Мамі там уже допомогла так. Пожалуйста, спасіть її, пожалуйста. За мене можете не переживати. Putini moti ka vrarë paqen dhe më thëmë ndërhyrje në Ukrainë, ligjërisht ka sigurisht ishte të njohur ndërkombëtarisht dhe ka shirë rregullat dhe ligjet ndërkombëtare. Por të ndalim te fakti ma konkret, do thotë Trumpi ka qenë, mund të them, ndoshta momentumi më i mirë për Putinin dhe ardhja e tij në krye të administratës amerikane. Dhe arsyet më tash faktet më po shihen u pani. Dhe mendoj që terreni, të them drejtën, situata në terren është jashtëzakonisht, mund të them, me një ngritje të asaj që nënkupton tash edhe ndryshimi i kohës, do thotë kurse klimatike më të përshtatshme, dhe ajo ofenzivë ruse kuptohet që është, them drejtë, të Sumi kanë një gjarësi, do thotë 7 kilometra, gjatësi 10 kilometra, do thotë ajo pjesa ku në Kursk kanë depërtuar forcat ukrainase më herët për të bërë depërtimin, mirë po sot kemi një rast të kundërt. Mendoj që pa folur në aspektin taktiko-ushtarak të terrenit, që është një terren që mendoj që jashtëzakonisht çështja është të vendosja dhe kompletimi i pushtimit të Donbasit. Do thotë Konstantinovka është qyteti, mund të them, që nga Slavjanski, por dhe Limanski dhe deri te pjesa e Pakrovskit, do thotë është ky katërkëndshi që ka rëndësi strategjike, do thotë po që se goditet kjo pjesë dhe merret, që në jugun e kësaj pjese të Konstantinovskës, do thotë shtrihen trupat ruse dhe do thotë janë në më të them parahyrje. Dhe kjo do të rrezikonte Dnipropetrovskën dhe pastaj Kramatorskën dhe gjithashtu kështu. Dhe do thotë do të afrohet ajo linja e vërtetë e lumit Dnipër, që është linjë historike e darjes së shpeshtë ose konfrontimit të shpeshtë që ka ndodhur mes shumë vendeve gjatë historisë së Ukrainës. Trumpi me siguri mendoj që heshtja e tij tregon që dëshiron të arrijë paqe, po paqja e tij ka interesa, mund të them, të aspektit ekonomik dhe burime dhe resurseve. Edhe në Rusi, edhe në Arktik, por edhe në Ukrainën lindore, edhe në tërë Ukrainën. Momentalisht 3 marrëveshje duke bërë në aspektin diplomatik në Istanbul, ruso-amerikane, për mund të them rifillimin e misioneve diplomatike. E dyta është marrëveshja për burimet bilaterale të Ukrainës dhe marrëveshja me Rusin, bile në Arabinë Saudite, në gjitha kontaktet bën me ukrainasit amerikanë, ose në Riyadh me rusët. Hapja e Amerikës ndaj Rusisë mashtroi botën për mundësinë reale të arritjes së shpejtë të një armëpushimi në Ukrainë. Ashtu si të shpritej, objektivat e të dyja palëve mbeten të papajtueshme, pavarësisht shpalljes të afrimitetit që vinin nga Moska dhe Washingtoni. Në konfuzionin e përgjithshëm, plane të ndryshme të paqes janë shfaqur menjëherë nga i europian me 4 pika deri në atë që atribuohet Donald Trumpit për një armëpushim të shpejtë, duke kaluar përmes nënshkrimit të një marrëveshjeje për lundrimin e qetë në detin e Zi. Shumë fjalë dhe shumë pak fakte. Asgjë e çuditshme është modeli klasik i negociatave mes fuqive të mëdha, i përshpejtuar nga qasja trumpiane. Fillimisht vija të kuqe dhe pastaj do të kërkojë një marrëveshje.
Ai që ka ngjallur zemërimin në Ukrainë është një plan i supozuar se ka dalë nga shtëpia e bardhë për një ndarje të mundshme të vendit të përfshirë nga lufta në 3 zona të ndryshme, të cilat do të kontrollohen nga njërsi të ndryshme, përfshirë ndoshta edhe forca paqëruajtëse. Plani fundit zyrtar i SBA-s për një armëpushim në Ukrainë është përshkruar nga i dërguari special i shtëpisë së bardhë Keith Kellogg. Propozimi parashikon mesjerash, një ndarje 3 palëshe të vendit dhe krijimin e një zone të çmilitarizuar në pjesën lindore. Një plan i besueshëm nga pikpamja ushtarake, por me shumë detaje të patretura për palët e përfshira. Komentet e Kellogg janë